Parashikimi I motit në RTS. Teleshikues të radio televizionit shqiptar, mirëmbrëma, juftoj të njeni me parashikimin e kushteve atmosferike për vendin tonë. Sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak, ditën e sotme vendi ynë u ndikua nga kushtet të qëndrueshme atmosferike. Moti ishte I kthjellët dhe me kozgjatje të orëve me diell në pjesën më të madhe të territorit, megjithatë nuk munguan dhe vërënësirat mesatare gjatë orëve të mesditës deri pas dite vonë në lindje dhe juglindje të vendit, të cilat do u shoqëruan me reshje shiu me intensitet të ulët të karakterit lokal, kryesisht në relievet malore. Era ka fyrë me drejtim verilindje dhe veri perëndim me shpejtësi mesatare 8 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet ka fituar shpejtësi 15 metër për sekond e shoqëruar me vallëzim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore 13 deri në 29 gradë, në zonat të ulta 14 deri në 37 dhe në Bregdet 16 deri në 34 gradë Celsius. Ditën e nesër me vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga pothuajse të njëjtat kushte atmosferike. Moti parashikohet I kthjellët dhe me kozgjatje të orëve me diell në pjesën më të madhe të territorit, por nuk do të mungojnë vërënësirat mesatare gjatë orëve të mesditës dhe pasdites në lindje dhe juglindje të vendit, të cilat do të shoqërohen me reshje shiu me intensitet të ulët të karakterit lokal, kryesisht në male. Era do të fryjë me drejtim verilindje dhe veri perëndim me shpejtësi mesatare 8 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet do të arrijë shpejtësi 13 metër për sekond. Vallëzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë I ulët I forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore 14 deri në 30 gradë, në zonat të ulta 12 deri në 36 dhe në Bregdet 14 deri në 33 gradë Celsius. Ky ishte edhe parashikimi I motit për sot dhe nesër. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, natën e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.